Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Vuani nga zbokthi, ky produkt i vetëm është numër 1 për flokët. Vaji i ullirit është i njohur për vetitë e tij hidratuese dhe ushqyese dhe për dekada është përdorur si aleati kryesor në shëndetin e flokëve. Sipas studimeve, ai është përdorur kryesisht për eliminimin e zbokthit dhe gjithashtu disa prej problematikave pasuese me të, si irritimi i lëkurës apo kruarjet. Fal vetive të tij antiinflamatore dhe njëkohësisht të zbutëse, vaji i ullirit është vlerësuar si një ilaç natyral kundër zbokthit. Për përgatitjen e maskës, juve do t'ju duhen 2 lugë vaj ulliri ekstra i pastër dhe 3 deri në 4 pika vaj peme esencial. Gjithashtu, aplikimi, lagini flokët me ujë të ngrohtë. Ky proces është shumë i rëndësishëm sepse ndihmon në hapjen e poreve. Në një tenxhere me ujë të ngrohtë vendoseni enën në të cilën keni vajin e ullirit në mënyrë që vaji të ngrohet gradualisht. Më pas, me majat e gishtave të lyera me vaj, masazhoni skalpin e kokës për rreth 3 deri në 4 minuta dhe më pas lëreni që të veprojë 30 minuta në flok. Pasi koha juaj të jetë përmbushur, atëherë lajini flokët tuaj siç ju bëni zakonisht dhe ju do të shihni një përmirësim që në ditën tuaj të parë. Këto këshilla vlen në kushte shtëpie dhe që mund t'ju vinë juve në ndihmë për parandalimin dhe njëkohësisht për trajtimin e zbokthit. Nëse i përgatisni vetë ju maskat, ju do të keni zgjidhjen 100% natyrale për zbokthin tuaj, e cila është edhe e efektshme dhe sigurisht çfarë ka në përbërje do ta aplikoni në skalp. Zgjedhja e parë për zbokthin është aloe vera. Fërkojeni gjelin e aloe verës në skalpin tuaj, lëreni për 10 minuta dhe më pas lajini flokët tuaj me një shampo të lehtë. Bëjeni këtë në mënyrë të rregullt, në mënyrë që të trajtoni zbokthin, përdorni limonin pasi ju ndihmon që të kthej balancën e pH-it në skalpin tuaj. Përzieni për 15 ml vaj ar kokosi me disa pika lëng limoni dhe masazhojeni në flok. Lëreni në flok gjatë gjithë natës dhe shpëlajeni atë ditën e nesërme. Kjo maskë zvogëlon edhe sasinë e zbokthit në kokë. Një trajtim tjetër i efektshëm kundra zbokthit është edhe përzierja e një lugë çaj lëng limoni me 2 lugë çaj uthull. Përzierja duhet masazhuar në skalp dhe më pas të shpëlahet. Një tjetër recetë është edhe vaj i ekualiptit. Përzieni disa pika me vaj me 20 ml vaj ar kokosi dhe masazhojeni në skalp. Bëheni këtë 2 herë në javë për disa javë. Aspirina është mjaft e efektshme për eliminimin e zbokthit. Shtypni 2 tableta dhe përzieni me shampo. Lëreni këtë përbërje në skalp për disa minuta dhe më pas shpëlajeni atë. Kënaja është një prej zgjedhjeve më të mira edhe për rënien e flokut dhe për zbokthin. Ajo gjithashtu ndihmon në rifitimin e shëndetit të flokut tuaj. Pluhuri i kënas i përzier me përbërës të tjerë është njëkohësisht mjaft i efektshëm në trajtimin e zbokthit. Një mënyrë tjetër për të kuruar zbokthin në shtëpi është edhe maska e flokëve me ullinj. Përzieni vaj ulliri me vaj bajame. Fërkojeni përzierjen në skalp dhe lëreni të veprojë për disa minuta dhe më pas shpëlajini atë. Zbokthi është një dukuri shumë e pakëndshme që prek si femrat, ashtu edhe meshkujt. Ai shkaktohet nga një mikroorganizëm parazitar i cili është një kërpudhë e lëkurës e quajtur Malassezia globosa. Kur kjo kërpudhë ndodhet në sasi të mëdha ose kur njeriu është tepër i ndjeshëm ndaj saj, lëkura kundërvepron duke krijuar zbokthin në skalpin e kokës. Ndonjëherë zbokthi mund të shoqërohet edhe me kruajtje
ose në rastin më të keq me ekzem zbokthi, ju duhet t'i drejtoheni një mjeku dermatolog për një mendim më të specializuar, por përveç shampos anti-zbokth, ju mund të përgatisni në shtëpi disa receta shumë të thjeshta, prandaj ne gjithmonë kemi zgjedhjen e duhur për ju. Uthulla e mollës. Pasi ju t'i keni larë flokët, ju duhet që të masazhoni butësisht skalpin tuaj me uthull molle dhe më pas shpëlajni ato me ujë të ngrohtë. Bëheni këtë veprim të paktën 3 herë në javë. Ju mund të përgatisni po ashtu edhe një përzierje me 2 lugë gjelle lëng limoni të freskët me 2 lugë gjelle uthull molle. Aplikojeni këtë masë në skalp dhe mbajini në kokë për disa minuta. Kosi është jo vetëm ushqimi i bukurisë së përjetshme, por ndihmon shumë edhe në eliminimin e zbokthit. Përzieni në një enë 200 ml kos me 50 ml lëng limoni dhe më pas masazhoni kokën për plot 15 minuta. Më pas lani kokën por pa përdorur shampo. Ky trajtim jo vetëm që largon zbokthin, por edhe i jep shkëlqim flokut tuaj. Soda e bukës ka gjithashtu veti të mrekullueshme mbi flokët me zbokth. Krijoni një pastë duke e përzier një pastë me 50 gram sodë buke dhe 50 ml ujë të ftohtë. Aplikojeni atë mbi flokë të lagur dhe lëreni që të veprojë për 30 deri në 60 minuta. Ju mundet të krijoni maska kundër zbokthit duke bashkuar disa vaj rabimor me lëng limoni, si për shembull vaji i ullirit, vaji i arrës së kokosit, vaji i lini dhe vaji i pemës së çajit. Shpëlarja e bërë me limon. Merrni lëkurën e 3 limonëve dhe i zjeni në 1 litër me ujë. Pasi të jetë ftohur, e aplikoni direkt në të gjithë gjatësinë e flokëve dhe kokës. E lini të veprojë për 10 minuta dhe e shpëlani me ujë të ftohtë. Përsëriteni këtë proces të paktën 2 herë në javë për rezultate më të mira. Trajtimi i bërë nga panxari dhe xhenxhefili. Ky trajtim është mjaft efektiv dhe i thjeshtë për t'u realizuar. Merrni një pjesë të vogël të xhenxhefilit dhe një panxar të kuq. Futeni ato në blender me pak ujë dhe përzieni derisa e gjithë masa të jetë bërë kompakte. Masën e përftuar e aplikoni më pas në lëkurën e kokës dhe lini ato të veprojë gjatë të gjithë natës. Në mëngjes ju duhet që të lani flokët tuaj ashtu siç bëni zakonisht. Trajtimi me xhel aloe vera. Aloe vera gjithashtu ka efekte pozitive antibakteriale dhe antifungale. Mjafton që ju të aplikoni xhelin e aloe verës drejt për drejt në lëkurën tuaj dhe më pas lëreni që të veprojë për gjysmë ore. Pastaj lani flokët tuaj me një shampo të butë. Ju mundet që ta përgatisni këtë trajtim 2 herë në javë. Trajtimi me borzilok dhe amla. Kulumbria indiane. Borziloku është një bimë me veti të shumta të njohura e përdorur prej shekuj si një bimë tradicionale që me vetitë e saj ka sjellë përfitime shumë të mëdha shëndetësore në disa fusha. Për një trajtim kundër zbokthit mjafton që të merrni vetëm disa gjethe dhe t'i shtypni derisa të formoni një masë kompakte. Kësaj mase i shtoni pluhur alma dhe pastaj e aplikoni atë në lëkurën e kokës. E lini për rreth gjysmë ore dhe pas kësaj lani flokët. Mirë po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!